Riktheme e parme në Karagaqi të Pes, ishme në dëshmitar në një pjesë të parë shumë interesante dhe që rezultatit janë tje 39-46 në favor të Trepçës. E skuadra Mitrovica se që pati edhe përsi më të lartë deri në 18 pikë në fillimin e çerekut të dytë, për Peja që arriti të se të kthehet në lojë sidomos në minutat e fundit të çerekut të dytë. Te Peja më i dalluar më themi që ishte Jordan Johnson me 11 pikë çanuara, 10 pati Berisha, 11 pati edhe Edwards, përpas 11 pikëve ai pati edhe 6 rebounde, 3 prej tyre në stojnë, në anën tjetër 13 pikë Brown, 9 rebounde, 10 pati Henry dhe 11 Driljan Hajrizi ku shënoi 3 treshe në 6 tentime dhe një ashtu dhe në Hajrizi që pati edhe 3 rebounde në mbrojtje. Tashmë për të marrë dhe instruksionet e fundit të dyja peshat për para startit të pjesës së dytë apo të çerekut të tretë. Me në rast fitore Peja mund barazohet me pikë me liderin aktual Bashkimi pas disfatës së Bashkimit në Shaninushi ndaj Vllaznimit, ku Vllaznimi ka arritur të marrë edhe fitoren e dyta, sa ka Bora dhe Golden Eagle Ylli. Një distancë e krijuar me një fitore më shumë nga Raoveci për çmangër edhe fundin e tabelës. Kujtojmë që Peja ka 6 fitore dhe një humbje, ndërsa tashmë Bashkimi me 7 fitore dhe një humbje, që është edhe skuadra e parë në tabelë, jo vetëm sa i përket fitore dhe humbje, por edhe me diferencën më të mirë. Së dhe shtjetë, shojmë në parket për Trepçën në çerekun e tretë, që Dennis Henry, Music, Brown, Payne dhe Hajrizi, ndërsa te skuadra e Pejës Mala, Green, Herndon, Johnson dhe Dardan Berisha. 3 personale të Herndon, janë numrat e Chet Brown, nuk pati fat në pjesën e parë, kontakte me kundërshtarin që në 3 situatë u vlerësuan nga gjyqtarët si personale. Nisën pare tashmë Peja me topi. Mala. Berisha. Për Green. Anjar Musa Mala. 10 sekonda aksioni i Pejës. Mala provon të shkoj vetë, topi është devijuar nga Hajrizi. Por do vazhdoj tjetë në aksion Peja dhe për 7 sekonda. Johnson për Herndon. Berisha lirohet, provon të filmoj vend, Hajrizi përdor tabele, nuk ka pik Berisha. Hajrizi me reboundin e 4, ja tranzicioni i Trepçës me Payne. Brown. Anjar Cameron Payne, falni, Gjakori Payne. Payne provon të shkoj vend, në leja, Herndon nuk ka pik, ja. Pasimi shumë i mirë i Henryt për Brown, që shënon pikën e 15. Ardon të vuaj në box out, skuadra Pejës, tjetër rebound në sojnë i Trepçës, që është i 14. Berisha, pasimi për Green, do t'je pik të leta. Kombinimi mirë mes Berishës dhe Taj Green. Përgjigjet edhe Peja me pik nga vërsia. Payne. Nga Brown. Anjar Henry. Zertobin për Hajrizi, më qanuar treshën e 4, drinon Hajrizi, jo, Berisha me rebound. Arin pas projt Muslicin. Pasimi për Malan, nuk vije, dhe vizë mashtruese e Green për shërbyën më pas Berisha. Berisha, një pasim në thellësi për Herndon, Herndon përdor tabelën e për qanuar. Edhe pse pati kontakt nga Muslic, më në fund vin pikët e para për Alan Herndon. Payne. Vetëm në 5 vërsia Trepçës, në 14 ishte më e larta. Payne provon të shkoj vetë. Henry për 3. Johnson, sa e bukur treshja. Henry pika 13. Ja, një pasim i Berishës, perfekt për marrë në aksion i bukur. Ardon edhe njëherë Berisha në marrë përsi për organizimin e aksioneve të Pejës, që në fund konvertohen në pikë për vendasit. Payne. Gjyllet hapësira për të avancuar tutje. Hajrizi për Tmusic. Ja, pasimi. Ja, aksioni për kryer, por mbrojtja më e mirë e Jordan Johnson. Tranzicioni është i Pejës. Dardan Berisha, çfarë pasimi për Green.
Green për Johnson, Johnson martron Musicin, blokohen nga Payne. Mundësia dytë për Johnson, Musa Mola ndalet për 3, jo! E në fund Ajrizi me reboundin e 5. Çfarë nuk shënon Peja në tranzicion, 3-1. Henry. Në mbrojtje mire Johnson, Henry provan që hapësirën për të bërë gjuajtje, ka foul në mbrojtje të Jordan Johnson në Henry. Çalan e gjuajtën e partë të lirë Henry. Sakta në të dytën. 25 me 53. 7 minuta lojnë në çerekun e tretë. Johnson për Dardan Berisha. 16 pikë për Henry. Berisha. Ja Mola, prova për 3, kësaj radhe i pa markuar, nuk ka pik. Era 2 që nuk shënon jashtë perimetrit Mola. Henry në anën tjetër, ndalet për 3, shënon! 9 pik nga Henry. Berisha për të përgjigjur, jo! Payne me rebound, 11 për para, Trepça, mundësi për të zgjeruar e përsi atyre edhe më tej. Ajrizi. Henry nga ana, kësaj radhe, jo, Mola. Me rebound ka faul të Music, të Sonalja. E tretët Musicit, faul i parë ekipori skuadrës së Trepçës. Largohet Berisha për të inkuadruar Arti Hajdari. Do të kemi zëvendësime edhe të Trepça, Arslan Agic dhe Tuna për të inkuadruar. Shohim kush do lë parketin. Music dhe Henry. Mande 18 pikë ka Henry, 19, 4 rebound dhe 3 asiste. Mande foul me Jordan Johnsonin nga Payne. Johnson për 3 në ballore. Jordan Johnson tjetër 3 zhënuar nga ai. Të dyta në 4 tentime. Payne, mbrojtja mirë e Moles. Ajrizi. Arslan Agic. Arslan Agic filmon për mrekulli. Pasimi për Brown, ka foul të Taj Green. 2 tira të tjerë për Chet Brown. Henry bëhet gati të kthehet në parket për Trepçën, ja, një treshja. Tete bugun nga Johnson. Ullet Payne. Në parket që kthehet Henry. Van Brown në gjuajtën e parë të lirë. Bill Brown me 15 pikë. Shënon edhe në të dytën. Të falën shënon në të dytën pasi që ka bërë në të parën. Johnson. 28 me 57. Johnson. Provan qka i ven. Në gjuajtë e shumë e vështirë për dorë tabele për të shënuar. 5 pikët e fundit e 5 ka shënuar ai. Arslan Agic. Në gjuajtë Henry shumë e vështirë. Topi hyrën e doli. Në rebound në mbrojtje. Herndon. Ka në foul të Arslan Agic në Johnson. Largohet duket Brown edhe Ajrizi për të inkuadruar Kapiti dhe Amzil. Ashtu edhe Herndon do lë vendin për Edwards. Do të bëjnë rotacionet në lojë të dy trajnerët.
Johnson. 6 metri nga Johnson, provon të më vet, pasimi shumë i mirë për Edwards, kombinimi i mrekullueshëm. 52-57, tashma Peja. Krejnë në loj. Aslan Agic. Pasimi për Henry, lojanja për një me Marlon. Henry divishohet. E ka nga vim të hapat e Henry, stabi umbër. Shumë anjen nga përsëritja. Mola. Johnson. Edwards, Donas provon për 3. Nuk ka pik tuna. Rebound në mbrojtje. Aslan Agic në ngute dhe 4 minuta e 13 sekonda loja. Aslan Agic, pasimi për Amzil. Aslan Agic, filmon vet, blokade vëndshme, apo jo? Poster ka qenë blokada e Taj Green. Po që ka këto foul aj. Ka Elit Musti që do kthehet në parket. Shumë anjer. Tobi kështë e pregur tabelën, kjo ikin gjystareve. Henry për Kapitin, Kapitin sëllman për mrekulli, Ardan Kapiti. Mola. Jordan Johnson me një prova për 2. Nuk ka pik, Amzil. Këntubin sakt për Aslan Agic. Henry. Model për përgjuajtjen, ka pran Greenin, e mashtron mjaft mirë, filmon vet. Henry për Amzil, Amzil nga anash për 3. Nuk ka pik për Trepqen. Green me rebound, Jordan Johnson në kundër zbritje. Shojnë shpejtësinë e Johnson, gjerë tobin për Marlon. Marlon nuk thën pasimi për Johnson, blokohet nga Amzil dhe ka foul, jo sportiv të Musa Balës. Ullet Johnson, Flackton në vendin e ti. Marlon tashmë që ka 3 personale. Ajtë Sakva dhe Herndon. Nga banë Edwards, falë Amzil në gjuajnë e partë të din. Këtë një tjede për të provuar. Nga banë anë të dytën, vedën në 7 dhe bërësia e Trepqës. Aslan Agic. Pasimi për Kapitin. Henry në balore për 3. Henry! 62-52. 21 pik nga Henry. 4-3 që ka shënuar aj. Kraj rizë një atë Mustis. Në anë tjetër Green nuk shënon me foul për të tjenë 2 tira. Personale Dardan Kapitit. Kapitin me personalin e 3. E Trepqa me faulin e 4 dhe Gjipor, nuk ka me faul për dhen. Njashtu edhe Peja që ka 4 faul dhe Gjipore.
Qalanët e dytën. Aslanagic për Kapitin. Në prerja Aslanagic, janë edhe ju për Kapitin, shumë i lartë topi. Topi umbër i Trepqës. Trepqës topi 12 i umbër. Flatten. Në pasim i Majles, blokohen nga Aslanagic. 3.7 sekonda në akcionin e Pejës. Hajdari, në presion të kohës, Hajdari në gjuajt e vështirë, nuk ka pik, Edwards bomber para Pejën. Pa të shënuar Edwards. 75-62, Aslanagic. Amzil për Mikail Etmusic. Kapiti. Henry. Gjyllet hapësira për të, Kapiti provon gjuajt e për 2, nuk shënon. Edwards me rebound në mbrojtje, ja kundërshpritja e Pejës ndaj ritmin Majla. Faul është i Green në Kapitin, kreti pa nevojshëm. Kontakti Taj Green. Edhe ullet Green. Majla po ashtu, Berisha dhe Johnson në parket për Pejën. Payne. Payne, shumë shpejtësinë e tij, lëviz perfekt, Payne nuk shënon. Flatten për Johnson. Edwards, apo është Flatten tash me Edwards. Alerohet Johnson, nuk heziton, provon treshë. Jordan Johnson. Vetëm në 2. Posedime e bërësia e Trepqës, 58-62. Payne, Amzil, Music. Janë e pase për Amzil, një apen ndër. Aksion i bugur i Trepqës, 58-64. 20 sekonda lojnë e qerekun e 3. Dardan Berisha. Ka një fall të Amzil, 2 tira do t'jem për Berishën. Shumë eksperiencë, harin të toj këto tira Berisha. është ta për të lënë edhe minimalisht 10 sekonda për Pejën në akcion. Rizi bëhet gati për të inkuadruar, Berisha qëllon në gjuajtën e parë të lirë. Qëllon anë të dytën Dardan Berisha. Të largohet duke të Amzil. E të në vendin për Ajrizin. 60-64. 34 sekonda loj këtë qerek. Payne. Payne për 3. Nuk ka pik, ka një faul të Kapitin Edwards. Dy tjera të lira të tjenë për Edwards. Jo më i miri të Peja në këtë repart loje. Edwards nga 5 tentime ka shnuar 3 herë. E Peja në 21 gjuajt e tjera ka qëlluar vetëm 12 herë. 57 me 61% dallimi që është në favor të Trepqës për momentin sa i përket të lirave. Edwards shënon në gjuajtën e parë. Edwards
shënon në të dytën, Batertuna do inkuadrohet. E qëtë ku ambetë duke që do tjetë me Trepçën, 62-64. Payne. Ashtuin me Payne, përdor tabele, nuk ka pik Edwards, 3 sekonda. Edwards për Johnson, Johnson nga gjysma fushës, nuk ka pik. 62-64, Peja që fiton edhe më në fund një qerek që është i treti 21-18. 90 pik Jordan Johnson, 12 pik Dardan Berisha, 15 Edwards. Ta janë kontribuesit më të ndenjë. Në anën tjetër Brown me 16 pik, 21 Henry më i daluari e 11 betër Ajrizi. E pauzë shkurtër nga prek një dram dhe një spektakl në qerekun e 4 me Karagacit të Pejës. Për nisër atë qereku i 4 dhe i fundit, 62-64, pas 30 minutave lojt. Pare tashmë e këtë qerek të 4 janë Trepça. Payne për Brown. Payne. Mosic. Jane, gjuajnë me apropa për 3, nuk ka pik, Flatten. Me riba në mbrojtë, mëndësia për para zora, për të marrë e përsim Peja, që të ishte para në ndeshje. Dardan Berisha. Për Jordan Johnson. Jane pasim, prera shumë e mire, Flatten. Mbrojtje shumë e mire edhe Drilan Ajrizit për ta blokuar nga prapa. Edwards, Berisha, për të marrë për si Peja, jo. Rebound në stojmë nga Ajdari, Johnson për Flatten. Flatten bën ndërtimin, mbyllet hapësira, Edwards. Kërkon lojnë për një, Edwards, zjerë topin për Ajdari, Ajdari për për 3, jo. E Payne me rebound. Brohet mirë Trepça, janë e pasim për Tunan, eziton në quajtje. Pret edhe arritjen e bashkëtarëve për para. Janë e pasim për Ajrizin, ka një foul të Flatten. Payne, provon për 2, nuk shënon, boxout e mirë i Pejës. Flatten për Edwards, Arti Ajdari, Berisha. Edhe për gjetur pikët e para, këtë qerek edhe Peja dhe Trepça. Berisha kërkon lojnë për një me Brown, për cilën Dardan Berishën. Lëvizjet janë mashtruese, Berisha për Johnson. Johnson sulmon për para, Johnson provon një gjuajtë të vështirë, nuk shënon. Shumë sa ka përfunduar koha aksionet, a kështë prekur topi arkën e koshit jo.
apo Harkun. Payne. Yani Gjuajt Ajrizi në ballore për 3, nuk shënat Music me rebound në sul. Ajrizi për pak vjetomin Berisha, Payne në ballore, Payne për 3. Asaj nuk shënat, tjetër rebound në sul. I skuadrës të Tripçës, tjetër aksion. Ajrizi për 3. 3 milion Ajrizi, qëllën treshën, 62-67. E çfarë momente vin pikët e para për Tripçën e këtë qerek të 4. Që ende Peja është në kërkim nga pikëve të para. Flatten mbyllet hapësira për Gjuajtje. Johnson me një prova për 2. Johnson nuk ka pik. Music me rebound. Nuk ka foul. Payne në tranzicion. Ja, Batirtuna nuk shënon në layup e pabesueshme. Çfarë nuk shënon Batirtuna kundër pritjes të Flatten. Flatten për Edwards. Edwards një Euro step. Lëviz mirë, por jo për përfundimin si duhet. Rojtë e mirë Ajrizit. Ja Tuna për 3 i pa markuar Batirtuna. Jo, tjetër rebound në sul nga Brown. E Brown duke që me këmbë kanë nxjerrë topin në fundit. Aja po pasatimi do t'jetë me skuadrën e Tripçës. Ule Tuna. Bëmane challenge me shumë gjosh. Kërë trajneri Gregory. Ka të dhi Mumini dhe Gashi. Tapon nga përsëritja. Edhe njerë situatën nën kosh. A të shojmë, mendimin e gjyqtarëve, tove do t'jetë në Pejen. Reagimi tifozëve. Drejt gjyqtarëve. Edhe të rishet edhe vërejtja me shumë gjas për tifozët që janë në parket. Peja që të vazhdojnë me aksionin në 14 do t'jetë ku aksionet. Apo jo më falni, ishte Tripça e fundit ajo që kishte aksionin andaj edhe i fundit kishte luajtur Brown. Të tjetë 24 sekundësh për skuadrën e Pejës. Duke që është ardhur vendime që të zbrazet ajo pjesë e tribunave që janë në parket prapa kushit apo është të rënë vërejtja fundit. Kërkoj falje. Flatten, një aksion shumë e rëndësishëm për Pejen e cila ende nuk ka shënuar në çerekun e 4. Edwards. Berisha. Pa pran Brown, ja një foul në stolmi Edwards në Ajrizin. Shumë shpyrjen në kontaktin mes Ajrizit dhe Edwards. Rakimi Edwards e të marrë vesh shpyrjen e gjyqtarëve. Payne.
Payne, dalet për 2 në gjysmë distancë, nuk ka pik, tjetër rebound në sën nga Treqa. Mikailet Music së radhe, vazhdon të vuaj në box out. Peja edhe në çerek të katërt, janë pasimi emrit për Ajrezi, blokohet nga Green. Tarnan Berisha, 4 minuta bashkënuar Peja në çerekun e katërt. Berisha për Johnson, çfarë kanë ngjarë, ka një faul të Henrit. Faul i parë i skuadrës së Treqës. Mala bëhet gati për të kthyer në parket. E do ulet Arti Hajdari. Berisha për Johnson. Johnson në ballore provon Treshën. Me tabe nuk shkon. Hendon me rebound në stol. Ja pasimi prova për Berishën. Berisha, pasimi për Johnson. Johnson, lojën e përnjë me Payne, sulmon për para. Johnson, një gjuajtë shumë e vështirë, nuk ka pik. Brown dhe Ajrezi. Tjetër mbrojtje mire Treqës. Payne. Për Brown. Ajrezi, në ballore për 3, nuk ka pik. Brown. Me rebound në sol, Mikailet Music, zbyllet hapësira për të. Insiston Music të mbaj topin, ja del, të riqet prapa. Dojnë për një me Berishët, Music dalet për 3, Music nuk ka pik. Hendon me rebound, vuan Peja në sol, vuan në box out, e për prap, betet nëtër në 5. E përsia Treqës, është krejt në loj Peja. Në akcion do ngriste moralin, në akcion i sukseshëm me pik për Pejen. Johnson. Pasimi për Hendon, Hendon këthen tomi për Johnson, në 3 sekonda, Johnson sulmon, Johnson merë kontaktin me Ajrizin dhe ka faul në Jordan Johnsonin. Loteti lodhe Johnson. Johnson në gjuajtën e parë të lirë. Zek big guy. Ma i daluari të Peja. Kësa mund bëhet lejtare me më të shumë të pikë shënuarës bashkë me Henry, 21. Gabon Johnson. Payne me rebound, betën e 4 e përsia Treqës. Payne rëtullohet. Payne në gjysmë distancë për 2. Payne shënon. Time out Peja. 63-69. Ende për gjetur pikën nga loja në parket Peja. Një pikë shënuar nga gjuajtja e lirë. 63-69. Edhe 4 minuta 90 sekonda loj në çerekun e 4.
Mala dhe Green. 6 për para Trepça, edhe 4 minuta 15 sekonda loj. Johnson, provan të jerohet Berisha, pasimesh për të. Byllet hapësira për gjuajtje për 3, Berisha sulmon për para, nuk ka pik për Hendon. Provan ta përmirësoj Berisha, është fauluar. Ka bërë në gjuajtën e parë të lirë Hendon. Vetëm 2 pikë shënuara, 6 rebounde. Çalan në të dytën, 2 pikë vetëm shënuara të Pejës që vinë nga të lira, 64-69. Corey Payne. Richard Prapa, a bede ristrira Ajrizi, nuk ka faul. Payne dalet për 2, Payne shënon, në qfar momente gjem pikët. 4 me radhë Payne. 64-71, Trepça që dajnë nga dajnë për zerohet në përsi. Berisha, ja një pasim loj me këm nga Brown. Po, se kuj qeti. Ku pravoj fuste tobin Berisha, është e jashtëzakonshme. Për kundër moshës, është dënë tjetë. Tjeshtë, jashtëzakonshëm. Dhe në nivel shumë të lartë të lojës Berisha. Mala. Johnson për Berishën, 6 sekonda. Lojnë e për një me Henry. Nga maja qesit për 2 Berisha, nuk shënon. Green lufton e ka topin Ajrizi. Ajrizi. Zertove mërë Music për 3. Mikaile. Music, 64-74. Chansa për avancën maj vetë, ka faul në sënë të Mumini. Super mbrojtje Trepçës në çerekun e 4. E pa thyeshme. Payne për Ajrizin. Moses për tjetë e treshe. Bang! Mikaile! Back to back treshet nga të Moses. Time out nga Peja. 13 është dhe përsia Trepçës. 13-2. Çereku i 4 në favor të Trepçës. Time out Peja. A 2 minuta e gjysmë lojë në çerekun e 4. A do t'jenë mjaftueshme për Pejën që të provojë rikthimin në rezultat. Punë e jashtëzakonshme e bën në mbrojtje nga Trepça sidomos. Pasën në Sol, Flatten, Deviz mirë, Flatten, provat për plas topin, Mit Music.
plas topin e kosh, por një faul në fundit Music. Ka ban Flatten e gjuajtën e parë të lirë. Qalon në të dytën, Flatten, vetëm një pikë e shënuar. Payne për Airizin. Henry për Airizin. Pa pranë Marlon. Airizi me forcë, loja mirë me këm nga Airizi, nuk ka pikë por është Brown. Me reboundin e 9 në Sulm, Trepça me 21 reboundin e tal në Sulm, Berisha. Janë e treshe Johnson, airball. Tash më duket që është dërzuar. Pathuaj se skuadra Pejës dhe tifozët e saj që fillojnë praktikën. Edhe shkallet e Karagacit. Ka një gjuajtje Henry në gjysmë distancë. Shkon brenda dhe kjo. 81-65. 1 minutë e 23 sekonda loj. Berisha. Berisha për 3. Gjuajtje shumë e fort, nuk ka pik. Pejnë në ngutet, kërkën të shfrytëzoj kohën aksionin deri në maksimum. Pejnë lëviz perfekt, Pejnë është fauluar nga Berisha. Kishën faul për dhënë skuadra e Pejës. Henry. Via Tobin më sa Mala. Berisha. Prapa me Malen, Flatten. Prerja Males do të kenë pikë të leta këto. Do mjel kohën deri në fund. Payne. Nuk janë të interesuar të shënojnë më lojtarët e Trepçës. Qerek i 4 për të uaruar nga Peja. Kjo edhe rezultoi në disfatën e dytë sezonale të skuadrës së Pejës. Vetëm 5 pikë shënuara në këtë qerek të 4. Për 9 minuta e 20 sekonda ata shënuar vetëm 3 pikë. Që dhe 3 nga gjuajtjet e lira. Asnjë gjuajtje sa nga lojën në parket për Pejën në qerekun e 4 për më shumë se 9 minuta e gjysmë. Kjo tregon për një punë të jashtëzakonshme të bërë të Trepçës në mbrojtje. Payne nga bën në gjuajtjen e parë të lirë. Shto mbyllet, 67-82 Peja. Që mposhtet nga Trepça, Akmirën ndoshta skuadra Mitrovicase, pasi që Peja fitoi në ndeshjen e parë në Mitrovic, si do të jetë. Te Trepça më dalluarit ishin Henry edhe Brown. Henry me 23 pikë, kurse Brown me 18 pikë, 13 rebounde, 9 prej tyre në sulmanin tjetër. Te Peja ushquan Johnson me 20 pikë, 17 bërës dhe 12 Dardan Berisha. Mos të largoni, për pak qaste do të kemi edhe intervistat për të gjuar me të dy trajnerit, Beqiragis dhe Gregori.
Jemi tash në pjesën e intervistave, pam një ndeshje shumë interesante në Karagaqi të PES mes PES dhe Trepçës. Tash më pranë kam kryetrajnerin Adis Beqiragic. Coach, very great job, let's say, in the fourth quarter. You led PEA for more than 9 minutes and 30 seconds with only 3 points scored. Do you think that was the key, the most important thing in this game to get the win? Of course, yes, of course. I think we play good defense all the time, actually. On the last quarter was very good. The thing is that we make really too much turnovers that we could maybe make bigger difference much more earlier. Now, in the end, this is the basketball. We are very happy that we won this game here because we lost the game at our home. Now we make a revenge. We catch them. This is very important, and hope we continue like that. Play good. Also, coach, your team was dominating on paint. A lot of offensive rebounds and a lot of second chance points. Yes, that's make different actually. You know, okay, 3 points, just 2 points, that's okay. But if you control rebound, that's actually make you different, and it's what we are working on. Thank you so much, coach. Thank you very much. Good luck. Ishim së bashku edhe me kryetrajnerin Adis Beqiragic. Fillimisht e pyeta trajnerin e Trepçës për punën e mirë të bërë në mbrojtjen e çerekut e katërt, duke lënë skuadrën e PES me vetëm 3 pikë shënuara për më shumë se 9 minuta e gjysma. I tha, kjo është edhe arsyeja, kjo është puna e madhe e bërë që mbrojtja mirë edhe na solli sukses. Tha, mund të themi që kemi luajtur të ndeshën mirë në mbrojtje, por kemi pasur edhe disa gabime, disa topa të humbur që e bëri skuadrën e Trepçës që mos fitoj apo mos të siguroj fitoren më herët në ndeshje. Një ashtu e pyeta edhe në lidhje me reboundet në sulm, ku i pati edhe dy mundësi të dyta Trepça, çononte tha që kjo kur siguron reboundet dhe kur ke angazhim në mbrojtje dhe gjithashtu në sulm, në reboundet e sulmit, tregon edhe për punën dhe diferencën që ka bërë kjo në ndeshje. Tashmë për pak çaste do ta kem edhe kryetrajnerin e PES, kryetrajnerin Gregory. Terrible fourth quarter, coach. Jemi tash me trajnerin e PES, kryetrajnerin Gregory. Coach, not a good display on the fourth quarter. Only 3 points for more than 9 minutes in the fourth quarter. Yeah, we were terrible. You know, we laid a big egg there in the fourth. Just no execution, no tempo. You know, we're a team that needs tempo, and we got out muscled there. Of course, a lot of what we like to do is run the basketball. If you're not rebounding, you can't run. So that was a big factor too as well, but obviously a big disappointment to cut the lead to 2 there. I think 62-64 and not pull ahead in the fourth. So disappointing. Also, coach, you mentioned rebound. Trepça was dominating on offensive rebound. Missing box out was also the main problem or issue, let's say, during the game. It was, no doubt about it. You give a quality team like Trepça second and third opportunities, as you saw, you get cooked on it. So we got burned a lot with that. So lots to get better with, as I've been saying all along. You know, I think we're just an okay team, but tonight proved that we have a lot of work to do, right down to focusing with free throws. Our free throw shooting was terrible tonight too as well. Thank you so much, coach. Good luck. Appreciate it. Thank you. Ishim së bashku me trajnerin Gregory. Fillimisht e pyeta me paraqitjen të dobët të PES në çerekun e katërt, vetëm 3 pikë më shumë se 9 minuta gjysmë. Tha, ajo neve na mbyti edhe ndeshjen, ishte një paraqitje e tmerrshme, pa energji, pa ekzekutime të mira në gjuajtje, por një ashtu edhe ai ceku kur nuk bën reboundin në mbrojtje, atëherë është edhe vështirë të ekzekutosh në sulm. Një ashtu e pyetja në dominimin e Trepçës sa i përket reboundeve në sulm, ai tha që nuk kemi bërë një punë të mirë të mbrojmë perimetrin apo të bëjmë box out. Një ashtu ai tha që nuk kemi ekzekutuar mirë gjuajtjet e lira, duhet bërë një punë më shumë, andaj edhe mungoj energjia si në mbrojtje por edhe në sulm. Nga unë Andi Logja nuk mbetet asgjë tjetër, vetëm se t'ju falenderoj gjithë juve që është fillimisht me mua në komentimin e ndeshjes Go plus PEA dhe Trepça, më pas edhe në pjesën e intervistave. Nga unë nuk mbetet asgjë tjetër vetëm se t'ju them natën e mirë dhe çdo të mirë.